që mund të jetë njëri prej problemeve kryesore në të ardhmen, sidomos kjo që ka të bëjë me deepfake. Në fakt të tashmen, jo të ardhmen, sepse është e tashmja. Tashmë nuk kemi të ardhmen. Vende në Azi, në Amerikë, ka deepfake live, që është mashtrim, edhe është live aty për aty. Deri këtu kam rri teknologjia. Pra ti ke një takim në Zoom, brenda një kompanije, dhe e përori është deepfake. E përori thot që për këtë kompani Nex do të bëjmë këtë shumë parash, do të paguajmë, dhe ti si thjesht nëse shefi yt thot diçka të tillë, ti veç e çon tutje mesazhin dhe e përcjell porosin çfarëdo që është ajo, dhe çka po ndodh është që ka raporte të cilat tregojnë se si mijëra dollar vidhen duke u përdorur teknologjia e deepfake. Pra kur ti e sheh që kam rri deri në live, atë ty tregon që ajo që ne kemi biseduar më herët për deepfake të cilat janë të përgatitura me programet, janë të montuara dhe ka rëndësi se çfarë është mesazhi aty në mënyrë që ti ta analizosh më shumë, ne sot duhet jemi të kujdesshëm në komunikim online live.